I shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, siç duket po I rikthehet garës politike dhe këtë do ta bëjë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Mediat në Kosovë raportojnë se ish deputeti është I propozuari për kandidat për deputet nga dega e kësaj partie në PEI. Përveç Grabovcit, edhe Xhavit Aliti është kandidati tjetër I propozuar nga dega e PDK-s për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor në Kosovë. 65 vjeçari është një nga bashkëthemeluesit e PDK-s, ndërsa në karrierën e tij politike ka shërbyer edhe si zëvendës ministër I transportit dhe telekomunikacionit nga viti 2007, por edhe ministër I financave në qeverinë e përkohshme të Hashim Thaçit. Grabovci është një ish I burgosur politik dhe nismëtar I pajtimit të gjaqjeve në vitin 1990, ku në shtëpinë e tij u nis karvani I pajtimeve, si dhe një nga themeluesit e UÇK-s dhe antar I shtabit të përgjithshëm të saj.